jemi në studio me Andetën, motrën e Rozanës. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në Fan Club. Atëherë, kanë kaluar tashmë 100 ditë dhe ti je një person shumë i përmendur nga Rozana, një nga njerëzit më të rëndësishëm. Ajo madje thotë që ti je gjithmonë aty për të. Imagjinoj që të mungon shumë apo i mungon më shumë ti asaj. Kam përshtypjen që i mungoj unë më shumë asaj, se unë e shoh 24 orë në 24. Edhe kur jam punë mbaj një kufje këtej, që dëgjoj se çfarë ndodh në shtëpinë e Big Brotherit. Domethënë nuk jam shkëputur në asnjë moment. Kam qenë në datën 21 që nuk fle gjumë. Po vdes për gjumë. Cila është ajo pjesa që të mungon më shumë nga përditshmëria me motrën tënde? Më mungojnë telefonatat e mëngjesit. E mëngjesit për Rozin, se për mua është drek kur Rozi ngrihet nga gjumi. Rozit i pëlqen shumë që taketat e gjumin e mëngjesit, më mungon telefonata e mbrëmjes, më mungon kafja që pim të dyja, ne nuk shkëputemi pothuajse në asnjë moment. Edhe kur dalim dhe shkojmë diku, jemi gjithmonë të dyja bashkë. Domethënë, mbas humbjes prindërve, lidhja jonë është bërë më e fortë. 100 ditë duke ndjekur motrën tënde, që duket je një marrëdhënie shumë të bukur, më vjen mirë. Kritika, si e ke parë ti lojën e saj, kritika dhe gjërat që të kanë surprizuar më shumë? Rozi e thot shpesh, unë kështu jam dhe jashtë. Dhe njerëzit ndoshta aty brenda nuk e perceptojnë dot. Rozi vërtet që kështu është edhe jashtë. Rozi në marrëdhëniet të cilat i do, i jepet vërtet me gjithë shpirt. Por në shumicën e rasteve dhe zhgënjehet. Kur zhgënjehesh jashtë në një format, siç është Big Brotheri, që është një format që në fund do dalë një fitues, zhgënjimet janë të pashmangshme. Nuk do doja që Rozi të afeksionojë kaq shumë mbas njerëzve brenda. Ky është një nga gabimet që bën Rozi brenda një formati të tillë. Megjithatë, edhe afeksioni nëse nuk e ke brenda po këtij konteksti formati, nuk do të çonte shumë larg sepse ti vetëm nuk mund të arrish deri në finale. Kjo është paktën kështu mendoj unë. Gabime tjera po, sigurisht, shoh gabime tjera të Rozi, gjatë kohëve që ose momenteve të debatit, fiksohet në një pikë dhe nuk i ndahet asaj pike derisa ta çojë deri në ekstremin e vet. Nuk doja të arrinte deri atje. Ndoshta mund të jepte argumentat e veta dhe të tërhiqe dhe të vazhdon të linte njerëzit e tjerë të vazhdonin me mendjen e tyre debatin. Por duke i dhënë vëmendje atyre, duke i mshuar debatit vet, i jep më shumë vëmendje atyre të cilët ndoshta nuk e meritojnë ta kenë këtë vëmendje. Rozana ka pas debate shumë të forta dhe me Gjestin, me Eglin, me Gertën. Cila ka qenë situata që të ka shqetësuar më shumë? E Gertës. Pse? E Gertës. U prek një pikë që e ka vuajtur shumë dhe që vërtet më ka lënduar jo vetëm Rozin, po dhe mua. Nuk është diçka që nuk e kam gëlltitur dot. Po flet për Flas për situatën për të cilën kemi folur dhe bashkë në telefon, situatën kur Gerta i përmendi diçka që unë nuk do dua të përmend. Po, patjetër, shumë delikate për një femër. Si po e përjeton për mendimin tënd Rozana izolimin? Unë nuk e mendoja që Rozi ishte kaq e fortë. Domethënë duke pasur parasysh Rozin jashtë, Rozi është tip impulsiv, shumë impulsive, është nevrike. Por unë nuk e mendoja që Rozi do duronte kaq shumë. Nuk e kisha imagjinuar kurrë. Është treguar shumë më e fortë se ç'mendoja. Është efekti Big Brother. Në fakt, unë desha të bëja një pyetje Andetës, lidhur me debatin Rozana Gjesti, pra ku Rozana ishte me peshqir dhe ishte duke debatuar ashpër. Në fakt, merdi pak çudi heqja e peshqirit dhe desha të pyesja, Rozana mendon se ka bërë heqjen e peshqirit nga që u ndjen në siklet, apo ishte për ta akuzuar Gjestin si përndjekës edhe manjak? Asnjëra nga të dyja. Ishte thjesht një veprim impulsiv në debat e sipër, për këtë jam e sigurt. Domethënë nuk është se absolutisht, e bëri për lojmën. Absolutisht. Rozi ka qenë jashtë mase acaruar këto 2 ditë, unë e kam parë me shumë vëmendje, ka qenë ndoshta dhe izolimi bën vetë, nuk jam pak 100 ditë. Dhe ka qenë thjesht një veprim impulsiv në debate sipër, për këtë jam shumë e sigurt. Po debatet me Gjestin, si do i konsideroje? Një betejë e fundit rreth finishit? Gjesti është një djalë 24 vjeçar, i cili vjen nga një tjetër izolim. Një izolim që ka filluar shumë më përpara se sa të fillonte Bigu këtu, me një eksperiencë të vetën, me një
grup fansash të vetët, të cilët e shoqëruan edhe në Big Brother-in shqiptar. Sigurisht që kimia që patën të dy ishte e padiskutueshme, por është Big Brother. Kjo është një lojë. Dhe sigurisht kur përplasen, po marr guximin të them dy të fortë, pasi edhe si dëgjova nga komentet e personave që ishin pak më parë, i cilësojnë si dy të fortë cilët mund përplasen në fund. Sigurisht që lufta do të bëhet më ashpër. Dhe miqësit ndoshta lihen jashtë pastaj. Po, më thuaj Shibe. Duke qenë se jemi duke folur për lojën e Rozanës, në fillim fare ka qenë pak me ulje ngritje, me thënë të drejtën, nuk e shikoja shumë lojtarë të fortë, pavarësisht se ajo hynte në çdo dinamik që kishte shtëpia, biles ishte ajo e para që e printe debatin, diskutimin e tjerë. E shikoj në marrëdhënie me Laertin, më duket shumë fake, me thënë të drejtën, debati. Ma kjo historia është kaqe. Jo, mos të kalojmë pak tek përpara se të kalojmë aty, do doja të pyesja për një situatë që pam edhe në Prime-in e mbrëmshëm, ku kemi parë që Kelly ka nxjerrë në vëmendje publike disa situata të Rozanës jashtë shtëpisë, më tej të përdorura edhe nga Gjesi, ka ndalë shumë lajme nëpër portale, çfarë ke për të thënë në lidhje me këtë gjë? Unë për këtë nuk them asgjë më shumë se sa vetë statusi që sot ka nxjerrë Rezarta Shkurta. E ke lexuar, e kemi edhe ne? Po, e kam lexuar, ku sqaron shumë mirë situatën. Që ishte një reagim shumë dinjitoz dhe në vija të përgjithshme. Shumë dinjitoz dhe falenderoj shumë Rezartën. Marrëdhënia e Rozanës me Rezartën jashtë, si është raporti i tyre? Ka një marrëdhënie, unë me sa di Rozi përpara se të flitej për Big Brotherin, ju e dini që ka pas një emision të vetin në një tjetër kanal televiziv, dhe në bisedat që kam bërë me të, pasi flasim shpesh, konsultohemi dhe për personazhet që ajo ka të ftuar, më ka thënë që Andeta si mendon t'i bëj një ftesë Rezartës për në emision.